Nga Gjergj Zefi. Donald Trump e ndërtoi rikthimin e tij politik mbi një premtim të thjeshtë dhe të fuqishëm. Amerika nuk do të hynte më në luftra të pafundme. Ai akuzoi establishmentin e Washingtonit se kishte harxuar triliona dollar në Afganistan, Irak dhe lindjen e mesme, pa fituar as paqe, as siguri dhe as respekt ndërkombëtar. Por sot administrata e tij ndodhet përballë pikërisht asaj që Trump pretendonte se do ta shmangte, një luftë të kushtueshme, pa një objektiv përfundimtar të përcaktuar dhe pa një rrugë të besueshme daljeje. Konflikti me Iranin nuk është më një demonstrim i kufizuar force, nuk është as një operacion i shkurtër për të neutralizuar disa objekte ushtarake apo bërthamore. Ai është ndërruar në një krizë strategjike që i ka futur Shtetet e Bashkuara në një përplasje të hapur me një fuqi rajonale prej më shumë se 90 milion banorësh, me rrjete aleatësh, kapacitete raketore dhe mundësi reale për të goditur ekonominë globale. Sipas shifrave të paraqitura në Senatin Amerikan nga drejtuesit e Pentagonit, kostoja e luftës ka arritur rreth 37.5 miliard dollar, ndërsa administrata po kërkon 10 miliarda të tjera financim shtesë. Ligjvënësit republikan dhe demokrat kanë shprehur shqetësim për mungesën e një strategjie të qartë, për kostot që vazhdojnë të rriten dhe për mundësinë që përfshirja amerikane të zgjerohet edhe më tej. Por çmimi më i madh i kësaj lufte nuk matet vetëm me dollar, ai matet me humbjen e besueshmërisë strategjike të Shteteve të Bashkuara. Problemi themelor i administratës Trump është se ende nuk ka shpjeguar se çfarë nënkupton me fitore. A është objektivi i shkatrimi i programit bërthamor iranian, rrëzimi i regjimit, hapja e ngushticës së Hormuzit, dobësimi i gardës revolucionare, në nënshkrimi i një marrëveshjeje të re, apo thjesht detyrimi i Teheranit që të pranojë kushtet amerikane? Këto nuk janë objektiva të njëjta, secili kërkon mjete, afate dhe kosto të ndryshme. Një program bërthamor mund të goditet, por një uritë shkencore nuk mund të bombardohen. Një regjim mund të dobësohet, por rrëzimi i tij mund të prodhojë kaos, luftë civile ose një strukturë edhe më radikale. Një rrugë detare mund të rihapet përkohësisht, por nuk mund të mbahet e sigurt pafundësisht vetëm me aeroplan mbajtëse dhe raketa. Trump ka përdorur gjuhën e ultimatumit, të shkatrimit dhe të dorëzimit të pakushtëzuar. Megjithatë, retorika maksimale nuk është strategji. Sa më të mëdha të jenë kërkesat publike të Washingtonit, aq më e vështirë bëhet arritja e një kompromisi pa u interpretuar si tërheqje. Presidenti amerikan ka vendosur veten në një kurth. Nëse vazhdon luftën, kostot rriten. Nëse e pranon një marrëveshje më të kufizuar, rrezikon të duket sikur është tërhequr nga premtimet e tij. Kjo është dilema e vërtetë amerikane. Trump ngatroi superioritetin ushtarak me kontrollin politik. Shtetet e Bashkuara kanë një epërsi ushtarake dërmuese ndaj Iranit, por epërsia në qiell nuk garanton kontroll mbi rezultatin politik në terren. Kjo është një nga mësimet më të vjetra të ndërhyrjeve amerikane në lindjen e mesme. Washingtoni mund të rrëzojë qeveri, të shkatërrojë infrastruktura dhe të eliminojë drejtues ushtarak. Ajo që nuk mund të bëjë lehtësisht është të përcaktojë se çfarë vjen më pas. Administrata Trump duket se ka supozuar se goditjet e forta do ta detyronin Iranin të kapitullonte, por një shtet nuk reagon vetëm sipas llogarive ekonomike. Ai reagon edhe sipas logjikës së mbijetesës politike, prestigjit kombëtar dhe nevojës së regjimit për të mos u dukur i dobët. Për Teheranin, dorëzimi përballë një ultimatumi amerikan mund të jetë më i rrezikshëm për mbijetesën e sistemit se sa vazhdimi i luftës. Pikërisht këtu qëndron gabimi themelor i Trump. Ai e trajtoi Iranin si një palë në një negociat biznesi, ku presioni maksimal do ta detyronte kundërshtarin të pranonte marrëveshjen, por shtetet, sidomos kur ndihen të kërcënuara në ekzistencën e tyre, nuk sillen si kompani pranë falimentimit. Ato mund të pranojnë kosto të jashtëzakonshme vetëm për të dëshmuar se nuk janë nënshtruar. Ngushtica e Hormuzit është nyja ku gabimi amerikan u shndërrua në krizë globale. Nëpërmjet kësaj rruge, kalon një pjesë e konsiderueshme e furnizimit botror me naftë. Çdo ndërprerje e zgjatur prek çmimet e energjisë, transportin, prodhimin industrial, bujqësinë dhe inflacionin. Kriza nuk mbetet në Teheran, Washington apo Tel Aviv. Ajo shkon në faturën e energjisë së një familje europiane, në çmimin e karburantit dhe në koston e ushqimeve në vendet e varfra. Raportimet ndërkombëtare tregojnë se operacioni amerikan, që fillimisht kishte ambicie shumë më të gjera, është përqendruar gjithnjë më shumë në përpjekjen për të garantuar lundrimin në Hormuz. Kjo tregon se Irani, edhe pa qenë në gjendje të barazohet ushtarakisht me SBA-n, ka arritur të zhvendos konfliktin në terrenin ku mund të shkaktojë kundërshtarit dëmin më të madh ekonomik dhe politik. Kjo është fuqia e luftës asimetrike. Pala më e dobët nuk ka nevojë të mposhtë flotën amerikane, mjafton të rrisë rrezikun e lundrimit, kostot e sigurimit dhe pasigurinë tregje. Në këtë kuptim, Irani nuk ka nevojë të fitojë një luftë klasike, atij i mjafton ta bëjë fitoren amerikane tepër të shtrenjtë. Trump u tërhoq nga marrëveshja bërthamore me Iranin në vitin 2018, me argumentin se ajo ishte e dobët dhe se presioni ekonomik do ta detyronte Teheranin të pranonte kushte më të forta. Rezultati ishte i kundërt. Irani e zgjeroi programin e tij bërthamor, tensionet rajonale u rritën dhe hapësira diplomatike u ngushtua. Në vend që të ndërtonte një marrëveshje më të fortë mbi bazën e mekanizmit ekzistues, Trump shkatroi instrumentin e vetëm që kufizonte në mënyrë të verifikueshme aktivitetin bërthamor iranian.
Tani, pas vitesh presioni, sanksionesh dhe konfrontimi, Washingtoni po kërkon me forcë ushtarake atë që nuk arriti ta siguronte me diplomaci. Kjo nuk do të thotë se marrëveshja e mëparshme ishte e përsosur. Ajo nuk trajtonte plotësisht programin raketor iranian, aktivitetet e Teheranit në rajon apo mbështetjen për grupet e armatosura, por diplomacia nuk është zgjedhja mes marrëveshjes së përsosur dhe luftës. Shpesh është zgjedhja mes një marrëveshje të papërsosur dhe një konflikti të pakontrollueshëm. Trump e hodhi poshtë të parën pa pasur një plan për të shmangur të dytën. Një president i kapur nga retorika e vet. Dështimi i Trump nuk është vetëm operacional, ai është edhe politik. Presidenti që premtoi se do të jepte fund luftrave të pafundme tani, duhet t'u shpjegojë amerikanëve pse vendi po shpenzon 10 miliarda dollar në një konflikt të ri. Presidenti që premtoi uljen e çmimeve duhet të përballet me pasojat ekonomike të tronditjeve në tregjet e energjisë. Presidenti që u paraqit si mjeshtër i marrëveshjeve ende nuk ka prodhuar asnjë marrëveshje. Sondazhet dhe raportimet e fundit tregojnë rritje të pakënaqësisë publike dhe menaxhimit të konfliktit dhe shqetësim brenda vet kampit konservator për pasojat në zgjedhjet e ndërmjetme. Lufta ka filluar të kthehet nga një demonstrim force në një barë elektorale për republikanët. Trump ka ndërtuar pjesën më të madhe të autoritetit të tij politik, me imazhin e liderit që nuk tërhiqet, por në diplomaci, pa aftësia për të tërhiqur nuk është gjithmonë forcë. Ndonjëherë është dobësia më e rrezikshme. Një udhëheqës i përgjegjshëm duhet të di jo vetëm kur të përdor forcën, por edhe kur ta kufizojë atë, kur ta shndërrojë avantazhin ushtarak në negociat dhe kur të pranojë se objektivat maksimaliste nuk janë të realizueshme. Kriza me Iranin ekspozon një problem më të thellë të politikës së jashtme amerikane, e ndekun mes fuqisë së jashtëzakonshme ushtarake dhe aftësisë gjithnjë më të kufizuar për ta kthyer atë në rezultate politike të qëndrueshme. Amerika mund godas pothuajse kudo në botë, por nuk mund të prodhojë automatikisht rend, legjitimitet dhe stabilitet. Ajo mund të shkatërrojë objektiva brenda disa orësh, por i ndërtimi i një ekuilibri rajonal kërkon vite negociatash, mund të imponojë sanksione, por nuk mund t'i detyrojë gjithmonë kundërshtarët të dorëzohen. Mund të kërkojnë mbështetje nga aleatët, por nuk mund të presë që ata të ndajnë pa kushte kostot e një lufte për të cilën nuk janë konsultuar mjaftueshëm. Për më tepër, çdo muaj i kaluar në lindjen e mesme largon vëmendjen, municionet dhe burimet amerikane nga konkurenca me Kinën dhe nga mbështetja për aleatët në Europë dhe në Indo-paqësor. Pekini dhe Moska nuk kanë nevojë të ndërhyjnë drejt për të përfituar. Atyre u mjafton të shohin Washingtonin duke konsumuar kapital ushtarak, financiar dhe diplomatik në një tjetër konflikt të zgjatur. Për Europën, kjo krizë është një tjetër kujtesë e varësisë së saj energjetike dhe strategjike. Një përshkallëzim i mëtejshëm mund të rrisë çmimet e naftës dhe gazit, të godasë industrinë europiane dhe të ushqejë inflacionin. Një aleancë serioze ndërtohet edhe mbi konsultimin, lishmërinë ndërkombëtare dhe përcaktimin e qartë të objektivave. Edhe pas gjithë retorikës, bombardimeve dhe ultimatumit, konflikti do të përfundojë me negociata. Pyetja është vetëm se sa jetë, sa miliarda dhe sa stabilitet ndërkombëtar do të humbasin përpara se palët ta pranojnë këtë realitet. Një marrëveshje e qëndrueshme do të kërkonte kufizime të verifikueshme mbi programin bërthamor iranian, garanci për lundrimin e Hormuz, mekanizma për uljen e tensioneve rajonale dhe një lehtësim gradual të sanksioneve në këmbim të respektimit të detyrimeve. Asnjëra palë nuk do të merrte gjithçka, por kjo është natyra e diplomacisë, jo kapitullimi absolut i kundërshtarit, por ndërtimi i një rezultati që është më pak i kushtueshëm se vazhdimi i luftës. Dhe në fund të fundit, dështimi i Trump nuk qëndron te fakti se ai përdori forcën. Raste të caktuara, fuqia ushtarake mund të jetë pjesë e diplomacisë dhe e parandalimit. Dështimi qëndron tek përdorimi i forcës, pa një përkufizim realist të fitores, pa një plan të qartë për ditën pas dhe pa një strategji politike që ta kthejë presionin ushtarak në një rend më të qëndrueshëm. Trump dëshironte një fitore të shpejtë që mund të shitej si triumf personal. Në vend të saj, ai prodhoi një konflikt që po imponon Amerikës. Pyetjen që administrata ka shmangur që nga dita e parë, si mund të përfundojë kjo luftë? Sa më gjatë mos ketë përgjigje, aq më e dukshme bëhet se problemi nuk është vetëm Irani. Problemi është një superfuqi që vazhdon të hyjë në konflikte, duke besuar se epërsia ushtarake mund të zëvendësojë strategjit. Dhe kjo është dilema e madhe amerikane. Shtetet e Bashkuara kanë ende fuqinë për të nisur pothuajse çdo luftë, por po e humbin aftësinë për të përcaktuar se si dhe me çfarë rezultati do të përfundojë ajo.